Morali është një aspekt i rëndësishëm i politikës, dhe prandaj dua t'ju pyes sa e moralshme është sipas jush t'i bëni këto kërkesa drejtësisë, kur në krahun tuaj të majt ndodhet zoti Ulsi Manja, i akuzuar si implikuar në dosjen 184, ku në përgjimet e Bildit del me zë të pastër se deklaron dhe i premton favore zotit Robert Aga, ish drejtori i Komisariatit të Dibrës aso kohe. Kujtoj shprehjet këtu të zotit Manja, në duhesh për punë më të mëdha arbur dhe na themi për manalt arbur, domthon dy premtime për favore pasi ky i fundit ishte angazhuar në fushat elektorale për Partinë Socialiste në vitin 2016. Sot zoti Manja është ngritur në detyrë, është ministër drejtësisë, nuk është para asnjë institucioni drejtësisë dhe as në një institucion të vërtetës dënimit. Faleminderit. Pse qesh kur e thua këtë, apo ke parasysh tashisht që sa nuk ka nevojë se dëgjoj bëre një lloj diskursi këtu që është jashtë komplet etikës profesionale, po s'ka problem. Tani më lër të përgjigjem mund, po pse qesh kur reciton këtu këtë, apo ke jo, nuk ka. Të lutem, etikën profesionale nuk mund të më tregoni ju. Se në pikturë mësohet etika profesionale më shumë se në gazetari që kam studiuar dhe vazhdonim. Gjysha ime thoshte nelle labbra dei stolti abbonda il riso. Për këtheja kjo është përgjigja ime. Okej, ka diçka tjetër? Esakt, po. Vazhdo. Urdhro. Zoti kryeministër, nga këto fakte që ju parashtruat në këtë konferencë lidhur me mosveprimin e drejtësisë për të goditur korrupsionin në nivelet larta, a nuk bini ndesh në deklaratat e tuaja që bashkimi që Shqipëria ka bërë i ka plotësuar të gjitha kërkesat për të hapur negociatat, por është Bashkimi Evropian ai që na pengon? Po kjo nga doli kjo. Atëre, Bashkimi Evropian flet vetë. Nuk ka nevojë të flasun për Bashkimin Evropian. Kështu që kur Bashkimi Evropian thotë Shqipëria ka plotësuar gjitha detyrat, s'ka pse ne shqiptarët themi jo, Shqipëria nuk ka plotësuar gjitha detyrat. Këtë e bën shumë mirë, e bënte shumë mirë Partia Demokratike ndjes pas dhe do vazhdojnë ta bëjnë shumë mirë të gjitha copat dhe qikat që kanë lindur dhe rilindur në oborrin e Partisë të dikushme demokratike. Nuk ka nevojë ta bëjmë ne. Mirë, ju falenderoj shumë. Më fal, po. Qa është kë? Ama, tani përrejt. Me ja dhe unë nuk kam se të mos përgjigjem asë një vendim që vjen nga non grata i math dhe nga të verbrit rreth nuk ka shans që të merret në konsiderat nga ne. Asnjë. I asnjë lloj nuk ka shans merret në konsiderat nga ne. Kështu që rast se do të gjende një kandidat i cili do të pranonte që të vinte drejt nesh
me bekimin e non gratës, që aty ai do të konfirmonte se nuk bën për president i Republikës Shqipërisë. Përshëndetje, faleminderit. Jemi këtu sot në vijim të një diskutimi që është ngjallur nga qëndrimi im në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, lidhur me nevojën që SPAK-u të hetojë në mënyrë gjithëpërfshirëse korrupsionin e politikanëve dhe të gjykatësve e prokurorëve të korruptuar, të cilët si të tillë janë përjashtuar nga procesi vettingut. Disa e kanë quajtur këtë presion mbi drejtësinë, disa të tjerë kanë quajtur frikë nga humbja e pushtetit, ndërsa të tjerë e kanë komentuar si përpjekje për të fshehur dështimet e qeverisë apo rrëvajtje deri dhe të vonuar dhe të kotë. Tani, pavarësisht interpretimeve ndryshme, për mua, më e rëndësishmja është që ky diskutim të bëhet. Sepse SPAK-u së shpejti mbush 3 vjet, vettingu dhe pak javë mbush 5 vjet, dhe për pak vite pritja e popullit shqiptar për një drejtësi të drejtë dhe të barabartë mbush 35 vjet. Prandaj, si dikush që për shkak detyrës e ka udhëhequr politikisht, moralisht dhe vendosmërisht reformën drejtësi, në emër të forcës politike që i ka dhënë kësaj reforme të gjithë fuqinë e mbështetjes vet, morale, politike, profesionale, që nga piknisja deri më sot, po dhe si njeriu që është sulmuar më shumë për këtë reformë, dhe jo vetëm nga kundërshtarët e saj të betuar, po dhe nga mbështetësit e saj, që janë krejt palumtur sot, dhe me drejtë sipas meje, për shkak të mos gjithanshmërisë së spektrit të hetimeve dhe gjykimeve drejtanishme, unë besoj se të drejtën që në këtë moment, që në një farë mënyre mbyll një cikël dhe hap një cikël të ri nga aspektin kohor, të drejtën që ta ndaj me opinionin publik qëndrimin tim për punët e drejtësisë së re, nuk më heq dot askush. Kujtoj këtu për gjithë ata që mund ta kenë harruar, se i kam dhe i kemi mbështetur të gjitha vendimet dhe veprimet e SPAK-ut, pa asnjë ekivok. Zero. Madje pa asnjë koment tjetër përveç inkurajimit të veprimtarisë hetimore. Kujtoj këtu se kemi bërë qartë qysh në kryet herës dhe e kemi treguar, jo me fjalë, po me qëndrimin tonë, sa herë ka qenë rasti, se për ne nuk ka të paprekshëm dhe se çdo kush në radhët tona që me drejtësinë ka një llogarit hapur, derën e kësaj partie ka të mbyllur. Kujtoj këtu gjithashtu, dhe kjo është me shumë rëndësi, se nëse sot ish ministra, ish deputet,
ish kryetar bashkie, apo ish drejtor të përgjithshëm, të cilët një pjesë e madhe nuk kanë qenë ish kur janë ndaluar, dhe tani janë prapa hekurave. Për te i faktit se fajësia një pjesë e tyre mbetet provon gjykat, kjo është vetëm rezultat një fakti shumë konkret dhe historik, që është se as unë dhe as kush nga ne, por këtu po flas personalisht, si jam angazhuar në rrugën e kësaj reforme as për të një gjë dhe pastaj për të bërë gjë tjetër, siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë, as për ta përdorur politikisht drejtësinë siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë, as për të sulmuar politikisht kundërshtarët politik përmes organeve drejtësisë siç ka ndodhur gjatë gjithë historisë. Përndryshe, dhe kjo është shumë e thjeshtë, siç nuk ishte ndodhur në 500 vjet, nuk do kishte ndodhur as në to 5 vjet, dhe gjithë kjo që ka ndodhur e tregon. Dhe siç nuk doli në 500 vjet, nuk do kishte dalë as në këto 5 vjet në një prokuror apo gjykatës që të hetonte dhe të dënonte figurat larta politike në oborin e partisë në pushtet. Prandaj, që të jemi shumë të qartë, garancia se drejtësia mund të hyjë lirisht në oborin e Partisë Socialiste dhe të bëj drejtësi për çdo që e turpron këtë parti, jemi ne. Ne këtu. Leadershipi i Partisë Socialiste dhe vetë kjo parti dhe askush tjetër, asnjë tjetër, dhe kjo është çështje zgjedhje. Nuk është çështje imponimi nga dikush, nga Amerika apo nga Europa. As detyrimi ndaj Amerikës apo Europës. Kjo është çështje zgjedhje që unë dhe ne kemi bërë si detyrim për fëmijët tanë, fëmijët e gjithë shqiptarëve, fëmijët e Shqipërisë, duke ja hyrë detit në këmbë, atëherë kur askush nuk e besonte se do t'ja dilim ta kalonim reformë. Dhe ja ku jemi sot. Prandaj do të kenë shumë të qartë që të gjithë shqiptar, ndërkombëtar, gazetar, se kjo parti është i vetmi subjekt në këtë vend, i vetmi që as nuk i ka bërë, as nuk i bën, dhe as nuk do t'i bëj, sa t'jem unë këtu jo njëherë, në një presion drejtësisë. Deri kur të më jepni ndonjë subjekt tjetër, unë mbetem me këtë mendim. Të kërkosh më shumë nga drejtësia, kur
Tingu po bën 5 vjet. Spaku po mbush 3 vjet. Nuk do të thotë bësh presion. Se përndryshe çfarë do duhet të thoshin pastaj për deklaratat e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian apo të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ku është kërkuar dhe hapur nominalisht dëshkimi i politikanëve apo i gjykatësve të korruptuar. Presion, mi drejtësim, sipas meje jo. Sipas meje një kërkesë legjitime për të kërkuar më shumë nga drejtësia. Në ndërkohë që për drejtësinë është bërë investimi më i madh në historinë e këtij vendi në aspektin politik, qoftë nga Partia në pushtet, Partia Socialiste e Shqipërisë, se kemi qenë në pushtet dhe me një parti tjetër kur kemi filluar këtë punë. Prandaj kemi të qartë Partia Socialiste e Shqipërisë, qoftë nga miqtë e partnerëve ndërkombëtar. Çfarë presioni është kërkosh hetimin e një ish presidenti dhe një ish kryeminist të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara me akuzat më të rënda të mundshme që lidhen drejt për drejt me veprimtarinë e institucioneve të këtij vendi. Dhe ta bësh këtë, thuaj se një vit pasi shpallja non grata është bërë, dhe pasi sekretari Amerikan i Shtetit ka kërkuar publikisht në deklarat se institucionet e vendit, pra të këtij vendi, duhet bëjmë punë e tyre. Dhe që t'jemi shumë të qartë, juve mund të provoni të kundërtën. Unë s'kam kërkuar dhe askush nuk ka kërkuar dënim, por hetim. Hetim. Dënimin nuk e vendosim ne. Por të hetohet një çështje që është gur në qafë për gjithë Shqipërinë. Dhe nuk është një çështje e një personi. Është domosdoshmëri. Dhe që të zbardhet deri në fund e vërteta nga një drejtësi e drejtë dhe e pavarur, se që është e pavarur kjo nuk ka pikë diskutimi, se po mos ishte e pavarur, nuk do ishin sot mbrapa hekurave ish ministra, e ish deputet, e ish kryetar bashkie, e ish drejtor përgjithshëm të lidhur me këtë parti që është në pushtet. Pra, që janë pavarur, kjo s'ka pikë diskutimi. Prandaj, kjo drejtësi e pavarur, duhet të çlirohet nga çdo frikë e të kaluarës dhe nga çdo kompleks i të kaluarës dhe më në fund të hetohen 21 janari, krimi shtetëror nuk parashkruhet, nuk ekziston. Të hetohet deri në fund nëse është apo nuk është. Këtë do të tregoj hetimi i drejtë dhe i pavarur. Krim shtetëror që të vriten 4 njerëz me plumba të vërtet mes bulevardit përballë kryeministrisë. Të hetohet Gërdeci,
Janë dhjetra të vrarë, qindra të plagosur. Të hetohen disa skandale të mëdha financiare, korruptive. Qa presioni është kjo? Qarë ngutje është kjo, sepse po t'ishte ngutje, do duhet ishim në ditën 1, sot jemi në fund vitit 3. Dhe s'kemi folur. Për kundrazi, të gjithë baltën për këtë ngurrim të pa justifikueshëm mbi të vërtetës e kam mbajtur unë personalisht. Ju e dini shumë mirë. Ju e dini shumë mirë se çfarë furie balte hidhet mbi mua në çdo 21 janar dhe unë i mirë kuptoj të gjitha ata që e hedhin. Ju e dini shumë mirë çfarë balte hidhet mbi mua në mënyrë të vijueshme, duke përqeshur jo mua, se kam fare problem, është pjesë e punës, duke përqeshur drejtësinë e re. Njerëz cilët kanë qenë mbështetës së saj, sepse reforma në drejtësi ka qenë reformë e mbështetur nga 90% e popullit shqiptar. Një nga të paktët raste kur shqiptarët janë bërë bashkë përtej bindjeve politike dhe kur as nuk kanë dashur t'ia dinë se ç'mendojnë partitë e tyre respektive, ata që i përkasin dhe i përkisnin partive kundër reformës. Dhe këtu nuk është çështje e një lufte politike. Jemi shumë të qartë. Politikisht, nëse do e shija në mënyrë cinike, as me dorë nuk e vizatoja dot kundërshtarin, njërin, tjetrin, janë të gjithë si të vizatuar me dorë, po nga dorë e dikujt që më do mua shumë më tepër se ç'dua unë veten time. Po t'ishte në aspektin cinik. Çfarë mund të kërkosh më shumë në aspektin cinik se sa një kundërshtar të vdekur? Ose një tjetër që është gjallë po flet gjumë. Por nuk jemi këtu për këtë, këtu jemi sepse akuza është aq e fortë, aq e drejt për drejt, aq nominale, sa nuk ka ku të shkoj. Dhe nuk mundet të vihet në pyetje as besimi dhe as në seriozitetin e Shtetit Bashkuara, sepse u bë një vit që dëgjojmë dhe që njerëzit dëgjojnë se kjo na qen nga një konspiracion ku është përfshirë dhe Departamenti i Shtetit, dhe as nuk mund vihet në pikpyetje besimi në seriozitetin e drejtësisë re, se janë këto dyja këtu në pikpyetje. Dhe nëse kjo çështje nuk hetohet, atëherë i bie që të mbetemi në këtë vakum mes një pale që beson një gjë dhe një pale që beson një gjë krejt tjetër, dhe këtu s'është çështje palësh politike në kuptimin e leadershipeve apo të grupeve udhëheqëse. Këtu është çështje dy palësh popull shqiptar. Si mund përçahet populli shqiptar në këtë pikë? E kush do t'i japë përgjigjen? Ne s'mund t'a japim përgjigje. Ne kam thënë qysh ditën e parë. Ne s'mund t'a japim të përgjigje. Se çdo gjë që ne themi, jemi të paragjykuar me drejt. Dhe prandaj kemi qëndruar shumë larg kësaj teme, po ka ardhur pika që ne nuk mund të heshtim. Dhe drejtësia duhet ta thotë.
nëse këtu ka çështje penale, se përsa i përket çështjeve morale dhe politike, këto janë të qarta, janë zgjidhura. Dhe çështjet që e kanë tromaksur këtë vend dhe këtë popull, dhe që janë mbajtur mbyllur me kapakun e drejtësisë vjetër, nuk mund të vazhdojnë të rinë mbyllur dhe nën hundën e drejtësisë re, duhet të hapen, duhet hetohen, duhet ndriçohen deri në fund në dritën e fakteve, jo të deklaratave, të komenteve, të dëshirave të njërit apo tjetrit, përfshirë dhe tonat, po të fakteve. Dhe ndërkohë që vetingu, si që tash, për pak dit, pak javë, bëhet 5 vjet, dhe kam bërë një punë shumë voluminoze, ku janë gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar që kanë dalë për para drejtësisë? Do më thoni që s'ka pasur kohë. Do më thoni që ka pasur më shumë kohë për të hetuar çështje shumë më të komplikuara dhe të hetuara me shumë detaje, si ato që dim, dhe nuk ka pasur kohë për të marrë të pandehur gjykatës dhe prokurorë për të cilët një institucion krejt i pavarur, si që është Komisioni Vetingut, ka nxjerrë qartësisht fakte korruptive. Po si ka mundësi? Kjo është e pa mundur, është e pa justifikueshme, dhe tani është e pa tolerueshme, dhe kjo nuk është ndërhyrje. Ndërhyrje është të flasësh me emra, e të thuash kap këtë, e bëj atë, e çok, siç flitet për ditë këtu nga të tjerë. Ne nuk bëjmë gjëra të tilla. Por ne kërkojmë më shumë sot dhe kërkojmë këtë jo në titullin personal. Kështë fare ky problemi i pozitës dhe i karrierës time politike. Për përsëris. Po është problem që lidhet me investimin më të madh politik dhe moral që është bërë në këtë vend, që është reforma në drejtësi dhe drejtësia. Të gjitha të tjerat, kush më mirë e kush më keq, i kanë bërë të tërë, rrugë, ura, shkolla, e ku diun se çfarë. Mund të bëjmë shumë diskutime për këto, po prap të gjithë e kanë vënë një tull. Edhe shtrëmbur për kanë vënë. Tek drejtësia e kemi vënë ne dhe vetëm ne gurin e themelit, dhe nuk mund të lëmë që gurin e themelit ta mbuloj rëra e të kaluarës dhe që të vazhdoj frika e të kaluarës nga të njëjtat forca regresive dhe të korruptuar dhe të kaluarës. Kjo s'mund të ndodhi. Po ja jap fjalën ministrit të drejtësisë për të bërë një përshkrim më të detajuar lidhur me temën shumë të rëndësishme, të cilës ne nuk do t'i ndahemi pa parë veprim, që është vënia përpara drejtësisë e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar që janë shpallur si të tillë jo nga ne, po nga Komisioni i pavarur. Pra kemi dy adresa që nuk i kemi shpallur ne. Dakor? Janë shpallur institucione dhe forca tërësisht të pavarura prej nesh dhe jashtë nesh. Qoftë Departamenti i Shtetit, qoftë komisionet e vetingut, janë jashtë nesh komplet. Mund të thonë çfarë të duan njerëzit, ata që s'dinë se çfarë flasin,
Por ky është fakti dhe e vërteta është më e rëndësishme se sa të gjitha gënjeshtrat që mund të fliten lart e poshtë dhe që mund të jenë për fat keq më tërheqëse, sepse nuk e ka thënë kot populli. Kur e vërteta, kur gënjeshtra ka bërë xhirën e botës, e vërteta akoma s'ka veshur pantallonat. Po, faleminderit kryeministër dhe përshëndetje të gjithëve. Në përforcim të asaj që tha kryeministri, lidhur me pavarësinë e sistemit të drejtësisë, s'mund të akuzosh sot dhe as drejtosh gishtin se po ndërhyjmë apo po cënojmë pavarësinë e gjyqësorit në drejtim të një force politike siç është Partia Socialiste, që jemi krijuesit dhe mbështetësit kryesor të reformës në drejtësi, jo me fjalë, por me vepra. Dhe ky është një fakt botërisht i ditur. Sepse ne këtë parim që lidhet me shtetin e së drejtës dhe shtetformimin, e kemi në ADN-n tonë si parti dhe nuk kemi ndërhyrë në vendimarrjen e organeve të drejtësisë as tek drejtësia e vjetër dje dhe as më pak tek drejtësia e re sot, që ne jemi sponsorizuesit e kësaj drejtësie pikërisht për të qenë një drejtësi e pavarur në shërbim të qytetarëve. Dhe besoj në këtë pikë kushdo që e thot këtë dhe kushdo që drejton gishtin në drejtimin ton, sigurisht duhet ta drejtoj gishtin nga vetja. Tani, kur flasim për pavarësinë e gjyqësorit, duhet të jemi të qartë çfarë është pavarësia e gjyqësorit. Pavarësinë e gjyqësorit e ka garantuar kushtetuta dhe ligji me reformën në sistemin e drejtësisë dhe lidhet drejt për drejti me vendimarrjen e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Partia Socialiste, kryeministri, por edhe si kryetari i majorancës kuvendore dhe çdo përfaqësues i Partisë Socialiste asnjëherë, edhe kur këto vendimmarrje kanë qenë shumë të diskutueshme, nuk i ka diskutuar kurrë vendimet e gjykatës. Sepse për ne vendimet e gjykatës zbatohen dhe nuk komentohen. Vendimet e gjykatës kanë të drejtën të komentojnë akademikët për qëllime studimi, por jo ne si forcë politike. Ama, të kërkosh performancën e institucioneve të drejtësisë, jemi në të drejtën tonë kushtetuese dhe ligjore. Performanca e institucioneve të drejtësisë është diçka e mashme dhe e vlerësueshme, referuar gjithë standardeve ndërkombëtare të drejtësisë pavarur sot. Dhe në këtë pikë, kryeministri, por dhe si kryetari i majorancës dhe unë si ministër i drejtësisë, eksaktësisht jemi në ushtrimin e përgjegjësive që na ngarkon kushtetuta dhe ligji, që ka të bëjë me luftën kundër kriminalitetit, krimit organizuar dhe korrupsionit këtë vend. Sepse lidhet me politikat e drejtësisë dhe politikat e drejtësisë janë atribut dhe përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore e kësaj majorance që ka marrë votën e qytetarëve shqiptar për të qeverisë. Dhe të kërkosh rritjen e performancës, të kërkosh angazhimin e organeve të drejtësisë në luftën kundër kriminalitetit, krimit organizuar dhe korrupsionit, kjo lidhet me treguesit e kriminalitetit, uljen dhe ngritjen e kriminalitetit. Tani, dua t'jap disa fakte. Dua ta nis me Vetingu. Vetingu ka vlerësimin maksimal. Komponenti kryesor i reformës drejtësi, e kemi thënë, është Vetingu. Vetingu u konceptua si një mekanizëm për të pastruar sistemin e drejtësisë nga llumi i gjyqtarëve dhe të prokurorëve që e kishin kthyer drejtësinë në pazarin e gjës gjallë. E kam thënë publikisht. Dhe Vetingu ka arritur t'ia dalë me sukses deri sot këtij misioni që i ka ngarkuar ligji për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. 800 gjyqtarë dhe prokurorë, përfshi dhe ndihmësit ligjor dhe këshilltarët ligjor, janë subjekte rivlerësimi sot.
Ndërkohë në filtrin e vettingut kanë kaluar 530 gjyqtar dhe prokuror. Por ama nëse vettingu u konceptua nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore si proces për të pastruar drejtësinë, kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Sepse organet e tjera të ndjekjes penale dhe të hetimit kanë përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore për të hetuar deri në fund gjyqtarët dhe prokurorët që dolën nga sistemi për deklarim të rem pasurisë, për deklarim të pjesshëm pasurisë dhe për fshehje pasurie dhe për korrupsion. Tani, ku është qetësimi ynë sot dhe në vazhdim? Nga 530 gjyqtar dhe prokuror që kanë kaluar filtrin e vettingut, 197 prej tyre janë shkarkuar për deklarim të rem, deklarim pjesshëm, fshehje pasurie dhe mungesë të burimeve financiare për pasuritë e krijuara. Dhe 51 të tjerë kanë dhënë dorëheqjen për shkak të procesit vettingut. Dhe në këto 50 që janë dorëhequr për shkak të procesit vettingut ka një shqetësim akoma më të madh. 27 prej tyre kanë dhënë dorëheqje pasi kanë marrë rezultatet e vlerësimit nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit. Ndërsa pjesa tjetër kanë dhënë dorëheqje, ka një vlerësim pasurisë edhe për këto, por sot nuk dihet fati tyre. Tani, referuar kodit procedurës penale, ju e dini shumë mirë që ka afate për ushtrimin e ndjekjes penale dhe të hetimit. Dhe po të referojmë këtyre afateve, për veprën penale të deklarimit rem, të fshehjes pasurive, të mungesës së burimeve financiare, për afro 22 gjyqtarë dhe prokuror që janë larguar nga vettingu apo kanë dhënë dorëheqje për shkak të procesit vettingut, referuar kohës kur është konstatuar ky fakt, për shkak të mos veprimit të organeve të hetimit dhe ndjekjes penale, rrezikojnë të parashkruhet ndjekja penale. Dhe ky fenomen, nëse nuk vihet në lëvizje, prokuroria, dhe kur flas për prokurorin këtu kam parasysh prokurorin e jurisdiksionit përgjithshëm, edhe SPA. Sepse një pjesë e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të niveleve të ulta, për veprën penale të deklarimit të rend, fshehjes pasurive apo mungesës burimeve, janë subjekte të prokurisë zakonshme. Dhe për veprën penale të korrupsionit, për shkak të veprës janë subjekte të SPA. Dhe rrezikojnë të humbasim afatet e ndjekjes penale dhe të hetimit për një pjesë të madhe të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që kanë dalë nga sita e vettingut. Tani për çfarë bëm vettingun ne, pyesin shqiptarët? Thjesht një proces për të pushuar sa gjyqtarë dhe prokuror nga puna që nuk justifikojnë pasurim? Jo. Thelbi i reformës në drejtësi ishte rritja e besimit publikut shqiptar tek drejtësia, sepse ne s'kishim drejtësi. Tani ky është shqetësimi i kryeministrit dhe imi si ministër drejtësie. Në këtë fazë të reformës në drejtësi, ne kemi përgjegjësinë para shqiptarëve, sepse nuk duam që besimi i publikut tek drejtësia e re të bie në ato nivele ku ishte. Dhe nëse nuk ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, organet e ndjekjes penale dhe të hetimit, prokuroria dhe gjykatat, ne rrezikojmë të shkojmë në pikën 0. Ky është shqetësimi. Sepse kjo është eficienca e organeve të drejtësisë. Dhe kjo është përgjegjësi e Këshillit Ministrave, është përgjegjësi e kësaj maxorance. Në të gjitha rekomandimet e Këshillit Ministrave për luftën kundër kriminalitetit, që çdo fillim viti ju e dini, ne ja përcjellim prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesit SPAK-ut në emër të Këshillit Ministrave, unë si ministër i drejtësisë, por dhe në të gjitha rezolutat e kuvendit për organet e drejtësisë thuhet hetime proaktive, të pavarura dhe objektive. Ku jemi sot? Kanë shkuar në SPAK dhe në prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm, sipas të dhënave që kemi ne, të marra nga institucionet
e drejtësisë, janë 19 ish gjyqtarë dhe prokurorë që janë kallëzuar në prokurori. 3 nga këto i ka çuar vetë Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Një pjesë tjetër ka vajtur edhe nga kallëzime avokatësh, ndjenin time. S'ka asnjë informacion sot se çfarë është bërë me këto 19 kallëzime, asnjë informacion. Po, ka një informacion dje, që ishte një njoftim publik, që është ulur për fshehje pasurie, një apartament 60 metër katror, në mos gaboj, referuar gjithmonë njoftimit që dha Spaku, ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Po me rrethin e subjekteve të tjera të shkarkuara nga vetingu, çfarë do të bëhet? Do t'i lëmë skadojnë afatët e hetimit dhe të ndjekjes penale, për ta kthyer procesin e vetingut dhe besimin e publikut nesër tek drejtësia e re në pikën 0, aty ku ishin. Tani më lejoni t'u jap disa shifra, sepse kjo është e dhimbshme. Në 197 gjyqtarët dhe prokurorët e larguar dhe 50 të dorëhequrit nga frika e vetingut, sepse për ata as nuk e vë kush ujë në zjarr për të filluar hetime, dhe aty është kontingjenti i gjyqtarëve dhe prokurorëve që po skadojnë afatet e parashkrimit të ndjekjes penale. Unë po ju rendis top listën e 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve që kryesojnë listën, edhe mua askush nuk më thot dot këtu, pa e hetuar drejtësia e re, se nga e kanë vënë gjithë të pasuri, që nuk e justifikojnë dot me vendime të formës prerë të Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Hapët lista me një subjekt 857 milion lekë vjetra mungesë burimësh financiare. Edhe pasuri, sigurisht, se nuk janë gjitha lekë kesh. E donin euro, 714.000 euro, kur në jetën e vetë ka bërë vetëm punën e prokurorit. Vetëm punën e prokurorit. Ta hetoj drejtësia e re, se për këto e ngritëm drejtësinë e re, që shqiptarët të marrin vesh që ligji zbatohet një lloj për të gjithë. Vazhdon lista. 800 milion lekë të vjetra, subjekti i dytë, apo 673.000 euro po të doni. Dhe ky subjekti i dytë, jo vetëm që ka mungesë burimësh, jo ka fshehje pasurish, por ka ngel dhe tek pastërtia e figurës. Lidhje me botën e krimit të organizuar, është vepër penale direkt. Pse s'duhet fillohet hetimi kryesisht? Është përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore organit prokurorisë e ushtrimit ndjekjes penale. Erdhe ndjeni për një fakt, filloi hetimi. Vazhdon subjekti i tretë, 691 milion vjetra gjithmonë. Subjekti i katërt, 600 milion vjetra. Po ky subjekti i katërt është i lidhur me pestin se janë bashkëshort. Bashkëshortja 550 milion lekë vjetra. Vazhdon i gjashti me 460 milion. Dhe e mbyll i 10-ti me 155 milion lekë vjetra, 129.000 euro, top lista. Po që të gjithë kanë probleme me pasurinë, me apartamentet pa justifikuara, me toka, gjyqtarë dhe prokurorë që janë kthyer latifondistë në këtë vend, kur në jetën e vet kanë bërë vetëm prokurorin dhe gjyqtarin. Doni për apartamentet. Ja. Një subjekt tjetër, 13 apartamente, shtëpia, dyqane, vilë, është larguar nga vetingu, nuk i justifikon. Tjetri, 3 vila. Janë vendime këto. Nuk po i them unë se unë ngrita sot mëngjes edhe i mora te shtëpia ime. 3 vila. Vazhdon tjetri, 10 pasuri, dyqane, apartamente, vila. Ndërsa një subjekt tjetër, jo vetëm që ka deklarim trem dhe mungesë burimësh, po ky ka ndërtuar dhe vilën pale në tokën e dikujt tjetër, vepër penale. Dhe më lejoni miq, se ne kemi një kuadër ligjor shumë të ashpër për ndërtimet paleje. Drejtësia jonë e re ka dënuar për një avlli për ndërtim pale. Ky
Ky mirë lekët pa burim dhe të pa justifikuara, ky ka kryer dhe vepër penale. Po kjo pse s'fillon kryesisht? Të qepën mbrapa me shku një gallëzim në provurit e jurisdiksionit përgjithshëm në të katë 22 provurit e Republikës për ndërtim pa leje, edhe në fshatin më të thellë Shqipërisë me rrënje me dek ta zbardhin çështjen për 4 ditë. 4 ditë. Doni tjetri. 3 vila ky tjetri. Dhe po prap një tjetër me 3 shtëpia dhe një vilë. Tani, për të gjitha këto që rezultojnë nga dokumenta zyrtare të marra nga organet e vettingut, por dhe agjensitë e tjera ligjzbatuse, ky është shqetësimi ynë lidhur me zbatimin e reformës në drejtësi. Por nuk lidhet me thjesht dhe vetëm me performancën e institucioneve të reja të drejtësisë, por lidhet me nevojën tonë si shtet dhe si shoqëri në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, sepse në të gjitha dokumentat europiane dhe ndërkombëtare, duke filluar që me dokumentin e Bundestagut, por edhe të gjithë progres raportet e Bashkimit Evropian, thuhet të hetohen gjyqtarët dhe prokurorët e larguar nga vettingu për mos justifikim pasurisë apo për lidhje me krimin organizuar, luft pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në të gjitha nivelet, por kemi edhe shqetësimin tjetër, sepse ndërmorëm si Parti Socialiste, si maggjorancë, një nga super ndërmarrjet më të rëndësishme në sistemin e drejtësisë sot unik në llojin e vet, pikërisht sepse 99% e shqiptarëve nuk besonin te drejtësia që kishin. Por tani ne nuk mund të rrezikojmë më që aspiratat e shqiptarëve për drejtësi të pavarur t'i riskojnë për shkak sepse drejtësia e re heziton të kryej funksionet kushtetuese dhe ligjore. Ju kemi garantuar pavarësinë, kushtetuta dhe ligji, ju kemi garantuar po si maggjorancë me shumë dëshirë në fakt të gjithë trajtimin e mundshëm financiar, por nuk u ndërhyjmë në pavarësinë e tyre. Por tani është koha, jo ne, qytetarëve shqiptar, t'ju kthejnë mbrapsht me hetime të pavarura, objektive, që nuk kanë jo domosdoshmërisht të jetë qëllim vetvete dënimi, por zbardhja e të vërtetës. Tu japin përgjigje. Kjo është ajo për të cilën ne kemi ngritur zërin dhe do të vazhdojmë ta ngrem. Do t'i mbështesim pafundësisht, por secili nga institucionet, ne si ekzekutiv, drejtësia e pavarur punën e vet, sigurisht Kuvendi i Shqipërisë, sepse dhe aty jemi maggjorancë ne. Ne jemi maggjoranca e këtij vendi, do të vazhdojmë t'i mbështesim deri në fund. Po si thot populli, shumë e mirë në letër kjo reforma, po ku janë rezultatet e kësaj reforme? Sa atë presin këto qytetarët që janë përjashta. Rezultatet e reformës. Shumë faleminderit. Mirë, tani sigurisht që në pyetjet tuaja do përpiqem ta plotësojmë kuadrin e këtij komunikimi, por përpara sa t'ju ja lë juve radhën, dua të them edhe diçka tjetër. Ne kemi ndjekur me shumë vëmendje të gjithë zhvillimet pas kalimit të reformës. E kam thënë dhe herë tjetër dhe përsëris nuk kam pas asnjë iluzion që kjo do të ishte një shëtitje në lëndin. Kjo është një ngjitje e vështirë. Shumë e vështirë madje. Dhe për këtë arsye ne i kemi mbështetur institucionet e reja drejtësisë dhe njerëzit e këtyre institucioneve përtej edhe logjikës
aritmetike të buxhetit tonë të shtetit. Merrni shikoni shifrat se sa buxhet është spostuar nga të tjera zëra për të shkuar drejt zërit të drejtësisë. Merrni shikoni pagat e institucioneve drejtësisë. Qysh prej vitit 2013, kur ne kemi ardhur në detyrë, nuk është bërë asnjë rritje page e antarëve të kabinetit qeveritar apo e deputetëve. Asnjë, zero. Përkundrazi, u janë rritur taksat. Shikoni pagat në institucionet drejtësisë, shikoni mbështetjet financiare dhe logjistike për institucionet e drejtësisë, për të kuptuar se sa shumë rëndësi japim ne këtij procesi dhe se mbështetja jonë është 360 gradë për drejtësinë e re. E dyta, mbështetja jonë është absolutisht domethënëse kur ne e kemi qepur gojën dhe do vazhdojmë ta mbajmë të qepur gojën sa herë që institucionet e reja drejtësisë do drejtohen drejt oborrit ton për çdo qoftë që mund të ketë llogaritë hapura me drejtësinë. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë. Ka pasur historia e Shqipërisë ministra të pushkatuar apo të burgosur. Po ju e dini shumë mirë se si e qysh ka ndodhur. Nuk ka qenë drejtësi, ase drejt, ase pavarur, as demokratike, as gjë. Por nuk ka ndodhur në historinë e këtij vendi që kush është mbështet, qepi gojen. Kur drejtësia merr çdo qoftë nga radhët e veta për ta vendosur përpara ligjit. Dhe kjo nuk është një çështje as pak e ngatruar, shumë e thjeshtë. Ne e besojmë këtë gjë. Unë e besoj këtë gjë. Dhe e treta, merrni shikoni gjithë komunikimin tim me qytetarët në rrjetet e mia sociale, për gjithë periudhën që kam komunikuar me ta, se sa herë, dhe do të çuditeni që se unë i kam me gjitha me statistika dhe të arkivuar gjitha komunikimet dhe mbase një ditë do të botohen, kush e di, një kazan i madh aty me mua në krye, se sa herë njerëzit më drejtohen mua si njeriu që i shiti shpresat dhe besimin e tyre tek një drejtësi e re. Dhe shikoni përgjigjet e mia. Dhe janë po të njëjtat përgjigje, dhe është po njëjta përgjigje. Kryeministri nuk është prokuror, kryeministri nuk është as gjykatës, qeveria nuk bën drejtësi, qeveria bën reformën në drejtësi, qeveria mbështet institucionet e drejtësisë, qeveria garanton drejtësinë duke mos u përzier në punë të drejtësisë. Këtë bën qeveria. Kështu që mua nuk më jep dot leksione askush për ndërhyrjen në punë të drejtësisë. Askush, as shqip, as anglisht, as frëngjisht, as italisht. Që të jemi shumë qartë, s'më jep dot. Dhe kush e njeh historinë e këtij vendi, dhe kush nuk është i angazhuar politikisht kundër meje, e ka shumë të thjeshtë ta shikoj gjithë historinë dhe nuk do ta gjej një moment tjetër në historinë tonë kur një parti në pushtet ka bërë këtë përpjekje kolosale për t'i hequr drejtësinë nga duart politikës.
Kjo nuk është imunitet për politikanët që nuk janë pushtet. S'ka se si tjetë imunitet, dhe ne nuk kemi këtu për të bërë rolën e budallajt, që kur e shohim diçka që bën mu, dhe kur dëgjojmë gjithë njerëzit në rrugë, që na thonë juve na tradhtuat, se këtu po merreni me është i moment që duhen thënë gjëra. Dhe kur ne shepim gojen kur një grua arrestohet për një ark peshk, dhe pavarësisht disproporcionalitetit në raport me tërën, themi edhe arka e peshkut është shkelje. Si mund të vazhdojmë të qepim gojen për këta? 13 pasurit të pajustifikuara dhe subjekti mund tjetë sot duke bërë investime i pa trazuar, shtëpia, vila, dyqane, garazhe, toka, të gjitha të pajustifikuara dhe të dala nga vetingu, jo nga ne, dhe këta njerëz kalojnë qetësisht afatet e parashkrimit të veprave tyre të fshehjes pasurisë, deklarimit të rrem, dhe ne të vazhdojmë të heshtim, po pse? Për cilën arsye? Një drejtësi e një anshme, sado e drejtë të jetë në anën ku vepron, është një drejtësi jo vetëm e pa drejtë, po dhe e rrezikshme. Prandaj jemi këtu për të sqaruar shumë mirë se ky diskutim i duhet bërë sot, dhe shumë mirë leton të gjithë mendimet e tyre, nuk ka problem. Nuk ka problem. Unë nuk kam pasur asnjëherë as qëllimin dhe as angazhimin të bind ata që s'duan të binden, apo ata që pse janë kundër meje, janë dhe kundër të gjitha gjërave që mund të bëjnë sens. Marrëdhënia ime këtu është me shqiptarët që më kanë dhënë besimin. Kaq, me asnjë tjetër. Okej. Zoti kryeministër, Po. ju lutem, kush është përkufizimi juaj për fjalën presion dhe çfarë quani ju kur i drejtoheni një pushteti të pavarur, duke i treguar kë duhet të hetoj dhe kë nuk duhet të hetoj. Pse hetoj njërin dhe pse nuk hetoj tjetrin? E para njerë, unë nuk kam thënë kur pse hetoj njërin apo tjetrin. Kur? Faleminderit shumë që më solli në vëmendje rastin. Në atë rast, se është rast shumë i rëndësishëm edhe ai, dhe po të shikoni të gjithë curinë atij rasti, do habiteni. Dhe në atë rast, unë kam folur pasi ka folur drejtësia. Nuk kam folur përpara. Nuk më keni dëgjuar përpara të flas. Por ama ka folur drejtësia, çështja e Ardian Dvoranit është pushuar, dhe pastaj kam folur unë. Po pse nuk ju duket juve, nuk ju bën çudi juve që një gjykatës, i cili është shpallur kampion i antikorrupsionit nga sekretari i shtetit, dhe i cili sot që flasim jeton akoma në apartamentin e kohës apartamenteve të shpërndara nga Komiteti Ekzekutiv, të merret me një shpejtësi të rrufeshme dhe të futet në hetim dhe
të lajmërohet Këshilli i Lartë i Drejtësisë, i emërimeve në drejtësi, gjyqësor, se ky person është në hetim dhe të pengohet promovimi i tij duke bërë kësaj. Dhe ndërkohë, akoma të mos kemi asnjë informacion dhe ndoshta asnjë hetim për gjithë ta ujqit këtu që pat. Tani, se në qoftë se do ishte për të gjithë dhe do kishte një rend, në qoftë se kishte ardhur puna në Shqipëri, që Bojken Lago me 2 dritaret e tij të hapura pale, duhej dënuar siç u dënua, pasi ky figura këtu me një vil të ndërtuar pale në tokën e tjetrit, njeri i drejtësisë, t'ishte futur për të mos dalë më nga atje ku e ka vendin, atëherë sigurisht ne do thoshim që këtu u bë Zvicra. Se dhe në Zvicër dënohesh me burg po hape dritare pale. Patjetër. Atëherë këtu jemi në Zvicër. Po kjo është patjetër edhe në Zvicër të marrin të çojnë atë fletën për një ark me peshk. Sigurisht. Por ama peshkaqenët me fytyrë njeriu në Zvicër as nuk bëhet fjalë që të bëjnë hajgare në ndërkohë. Kështu që këtu është biseda. Nuk po flasim ne pse u etu, pse u etu. Shumë mirë të hetohen të gjithë, mund të them të hetohen të gjithë, jo të mos hetohet ky, po të hetohet ai e para. E dyta, ne këtu nuk po flasim për njerëz që për askënd që e kemi zgjedhur ne. Po juve për shembull, nuk jeni të interesuar ta dini more, a janë të vërteta këto që thotë Departamenti i Shtetit për non gratën e madhe apo jo? Shumë e thjeshtë. Apo po prisni edhe ju gjykat në Paris. Jeni të interesuar ta ka një vit kjo, u bë një vit. Nuk u shpall sot, u s'kam folur fare, nuk kam dhënë asnjë deklaratë për këtë çështje, për një periudhë s'kam qenë i vetmi që s'kam fol fare. Dhe kur themi i vetmi, unë, po bashkë me mua dhe gjithë Partia Socialiste, asnjë fjalë që parafiturohen ju se çdo kishte ndodhur, sikur t'ishte e kundërta, t'isha unë subjekti i asaj deklarate. Çfarë do ishte bërë këtu? S'kam folur asnjë fjalë. Po më falni, po bëti vit. Tani, s'doni u ta dini se, ore, e janë vërtet këto? Ka bazë kjo? Se mund mos ketë. Mund t'janë thashetej me gazetash. Ose mund t'jenë ku diun. Dhe unë jam i akuzuar përveç të tjerave, sepse akuzohem që unë e kam bërë dosje. Unë, me Sorosin, dhe Blinkeni një noter atje në Washington që e kemi për të na nxjerrë deklarata në emër të Shtetit Bashkuar. Se në fakt Amerikën e drejtoj unë me George Soros. Tani këtu ka një se këtu në mes nuk është çështja se kjo gjë zhvillohet në një akuarium. Kjo gjë zhvillohet në gjithë territorin e Shqipërisë. Këtu ka një pjesë shqiptarësh që nuk e besojnë. Siç ka i pjesë shqiptarësh që besojnë. Këtu ka i pjesë shqiptarësh që thonë që këtë e ka bërë Sorosi me atë gjatin. Si bëhet se punë? Kush do ta thotë? Dhe mbi të gjitha e thotë sekretari i shtetit vetë. Është detyrë e institucioneve dhe normal. Se këta e kërkojnë, i thonë na jepni provë. Si për çfarë është Amerika? Dëm prova? Ku t'ja ka dhënë prova? Më thonë, ja dhënë Japonisë prova. Në njerë. Ta bëjmë punë e tyre, s'bëjmë punën tonë. Në këtë rast. Kështu që provat i takon drejtësisë. Qofse ka, qofse s'ka, drejtësia thotë s'ka, edhe jemi të gjithë në rregull. Jemi të gjithë në rregull. Patjetër edhe siç tha Ulsiu, në atë fjalën e tij, kërkojmë dhe falje. Bile bëjmë të gjithë bashkë i themi Amerikës, kërkoni falje tani se na keni vënë në siklet virgjëreshën
e vendit tonë, mbas Teutës, fat i lirëve, ishte ky figura këtu. Po këtu nuk mund të rinë gjëra ndaj. Se janë ca që thonë se po e the ti, do thonë pastaj që e bëri prej këtij o çajën këto muhabet. Unë jam i fundit që po flas. Dhe këtu unë po flas për një parim shumë të thjeshtë. Unë nuk them kurrë, përkundrazi, dhe po e përsëris prapë. More mos i lini kusur. Kujdo në anën që unë udhëheq, që ka llogari të hapura me drejtësinë nëse ju konstatoni të tilla. More mos i lini kusur, jam i pari që dëshiroj këtë gjë. Sepse kush ha atë që si takon duke më ngrënë mua në shtëpinë, nuk ka punë me mua. Nuk ka diskutim kjo. S'tem unë që shiko se po që kjo punë të bëhet me që tek kjo parti, me që tek leadershipi i kësaj partie, ne kemi jo vetëm mbështetje maksimale, po kemi dhe inkurajimin, atëherë po rrim këtu. Pse të shkojmë ne të ngatrohemi me njerëz që na ulin na ngrenë gjithë ditën rrugëve, se presionet tu i bën tjetër kush. Dhe që të disë qa quhet presion, mos shko shumë në histori, merë qa është thënë dje, publikisht, për një gjykatëse, a i është presion. Që të disë qa është presioni, kujtohu që prokurores përgjithshme i kanë thënë lavire. Dhe nuk ja ka thënë një ide në rrugë, ja ka thënë kryeministri i Shqipërisë. Ky është presioni. Natyrisht, ky është më shumë se presion. Dakord jam. Dhe natyrisht unë e di që ti nuk ndi mua i budalla sa të bëj këtë. Por edhe i herë, thelbi këtu është shumë i qartë. Këtu duhet kapur demi për brirësh e për bishtë. Dhe këtu është e patolerueshme që s'ka akoma asë një gjykatës dhe asë një prokuror të korruptuar që është prapa hekurave. Kjo është e patolerueshme. Kjo nuk mund të vazhdoj më kështu. Dhe parashkrimi, që të jemi shumë të qartë, vlen për ato vepra. Fsheja pasurisë, deklarimi rem, po nuk vlen për korrupsionin, s'ka parashkrim korrupsioni. Krimi shtetëror, korrupsioni nuk ka parashkrim. Kështu që në këtë moment, kjo që nuk është bërë nga prokuroria e përgjithshme, domethënë prokuroria e zakonshme, si quhet tani se kemi një prokurori të zakonshme dhe një tjetër zakonshme, duhet bëhet nga prokuroria e zakonshme. Patjetër, kush do të bëj? Kujt do t'i themi ne? Apo të presim? Vetimu nuk është pushim nga puna, jam shpjegu, po njerëzit tani me drejt tonë, po çfarë ishin këta për të pushuar nga puna, këta u ngritëm ne, u ngrit një popull i tërë, u ngrit një komunitet i tërë ndërkombëtar, po s'u ngrit për të pushuar nga puna ca zullumqar. Çfarë i kemi thënë ne? I kemi thënë ato që është vizioni dhe është edhe ndarja e punëve në këtë reformë. Vettingu nuk çon njerëz përpara drejtësisë. Vettingu garanton që zullumqarët ikin nga sistemi i drejtësisë. Dhe pastaj sistemi i drejtësisë i pastruar fillon dhe i thret këta. Këtë kemi thënë ne njerëzve dhe kështu duhet ndodhi. Tani Spaku po mbush 3 vjet. Ka thirrur në një ata? Kë atë për 60 metra katror. Që doli dje. Po pse doli dje? Për 60 metra katror. Pse fillon gjithmonë? Pse ndodh gjithmonë kështu me këto pak metra katror, pak peshq në një ark, pak këtu, pak aty? Pse? Pse? Se nuk janë dhe 5.000 veta. Atje janë një grup i vogël, njerëzish që kanë një ngarkesë shumë të madhe. Tani si fillohet kjo, kapet këtu nga, jo, s'mund të ndodhi shumë. Dhe kjo nuk është ndërhyrje në punë të drejtësisë, kjo është bindja ime dhe bindja jonë. Dhe ne të ndajmë me publikun, që të paktën publiku që ne na vlerëson, na gjykon dhe në fund na jep notën, ta di se ku qëndrojmë ne në gjithë këtë. Se ne duke thënë vetëm bravo Spaku, bravo Spaku, bravo Spaku, do vazhdoj ta them unë, sa herë që Spaku të veproj bravo do them prap. S'do më dëgjoni mua ndonjëherë që të them shiko se
këtu e tepruat. Jo. Ata do të kemë parasysh që s'duhet tepruar kjo që po ndodh. Kjo që po ndodh. Që gjithë kjo pjesë ndjehet si me kodrecën e vjetër, njësoj. Asnjë ndryshim. Thjesht nuk shkojnë më në gjykata dhe në prokurori që të rrjepin njerëzit, po investojnë paratë e tyre. Janë bërë faktorë ekonomik. E quani ju leksion në gjuhë huaj të qëndrim të ambasadorës amerikane, kur thotë që reforma në drejtësi do t'jetë e suksesshme, kur të mos mendojmë se është e përshtatshme që drejtuesit politik në pushtet ose jo, të thonë se drejtësia shërbehet kur tjetri shkon në burg, apo që drejtësia nuk jepet kur nga ana ime përfundon në burg. Unë jam shumë dakord me këtë. Unë jam pik për pik dakord me këtë. Thjesht adresa është gabim, se nuk jam unë ky që them që këtu drejtësia po gabon se po vjen nga ana ime. Unë po them të kundërtën. Unë po them që siç po vjen në anën tonë, duhet shkoj në çdo anë, ne duam drejtësi 360 gradë, nuk duam drejtësi që të jetë e pjesshme dhe e njëanshme. Kështu që unë jam shumë dakord këtu me ambasadorën amerikane. Patjetër. Nuk kam asnjë dallim këtu me ambasadorën amerikane në këtë pikë. Pse ku e shihni ju dallim? S'kam asnjë dallim. Jam shumë dakord, po flas për ndërhyrjet, për ndërhyrje, për presion. Këtë mua nuk më thot do të askush. As anglisht, as shqip, as frëngjisht, as gjermanisht, as farë. Siç nuk më thot do të askush që unë ndërhyj në punë të shtypit apo që këtu ka probleme me shtypin. Nuk më thot do, le ta shkruajnë sa dun, nuk i pranoj farë. Zero. Le ta shkruajnë, le ta thonë, le ta përsëritin, nuk më intereson farë. Unë them timen. Pastaj njerëzit gjykojnë. Muhamet Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, pas disa muajsh ju bëni 10 vite që jeni në drejtimin e qeverisjes së vendit. Jo, mërë, si numëron, se kishim një që shumë zonë të gabim tani, në bën 9 në shtator. Dakord, Si bën 10 vite. Jo, se ka rëndësi kjo. Disa shumë bëhen për i vite, po jo. E lëm 9, pa diskutim. Gjatë këtyre 9 viteve, gjatë kësaj periudhe kohe, çfarë referime, çfarë ndihme i keni dhënë organeve të drejtësisë për sa i përket çështjeve të 21 janarit, për Gërdecin, për rastet korruptive, çesdia apo të tjera? Do me thënë pyetja është se këtë e kam dëgjuar. Pyetja është çfarë pune kemi bërë ne? Ndihmë. Jo. Tani më bëri pyetjen. Tani po ja përgjigj. Okay. Kjo pyetje është çfarë pune keni bërë ju nga punët që duhet i bëjë drejtësia? Kjo nuk është puna jonë. Rreth parë. Se është habi e madhe jo të flitet me këtë gjuhë, që ne pshakim, kush na ka ngarkuar ne këtë? Na ka ngarkuar kushtetuta? Jo. Fare. Na ka ngarkuar populli shqiptar. Detyrat tona janë shumë të qarta. Ne nuk kemi detyrë të bëjmë punë të drejtësisë. Se çfarë kam bërë unë, po them pa asnjë dyshim, kam udhëhequr reformën më të madhe në historinë e Republikës së Shqipërisë. Edhe të mbretërisë po doni, para se të ishte republikë, reformën drejtësi, të cilën e kemi bërë ne, me mbështetjen e pakushtyre të Shtetit Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Por e kemi bërë ne. Po të mos donim ne dhe po të isha unë në një gjatësi vale me liderët e tjerë të mëdhenj apo më të vegjël të politikës shqiptare, të harroni se do të ndodhte kjo. Nuk ndodhte. Siç nuk ka ndodhur për vitet të tëra. Pse do ndodhte? Për çfarë arsye? Do na e bënin me detyrim, nuk na e bënin dot. Thjesht nuk na e bënin dot. Mund ta kishim të rolisur në një farë feje që çat them. Por unë e kam thënë ditën e parë dhe i kam qëndruar asaj që kam thënë. Unë nuk jam ekspert. Dhe
vetmja gjë që unë mund të bëj për këtë reformë, është që të garantoj që Partia Socialiste nuk bën politik me draftin e reformës. Ta marrin ekspertët tanë dhe të huaj dhe kur të 3 palët jenë dakord, unë do them po, pa e lexuar fare. Dhe kështu kam bërë. Këtë kam bërë unë. Dhe kjo pyetje nuk do të vinte sot. Në rast se ata do kishin bërë punën e tyre deri në fund. Po unë nuk mundet do të rrije, të pres çdo 21 janar dhe të rri me kokën ulur përpara atyre njerëzve që vinë edhe fillojnë të më shohin mua në sy dhe ata nuk e thonë. Po unë e bindur që e mendojnë që ja edhe Edi Rama nuk e ka mendjen tek plaga jonë më, edhe ne jemi shitur nga të 4 anë. Po pse çaj të që të marrë medalje pa anshmërie nga Komiteti Ndërkombëtar. Për këtë rritu. Ky vend është interesant shumë. Këtu sa më urtë dhe sa më konstruktiv t'jesh, aq më kollaj të godasin. T'japin mend. Sa më shumë të bësh rolin e qenit, aq më shumë të mprit mos e ngacmo se do na lehi më fort. Ingrida Mema. Pyetje për ministrin Maja, faleminderit. Zoti ministër, të gjithë ne e dim që SPAK-u është një organ që një herë në vit i raporton Kuvendit të Shqipërisë. SPAK-u bë 3 vite dhe gjatë këtyre 3 viteve drejtuesi i SPAK zoti Kraja ka raportuar 3 herë. Në 2 raste kur ju keni drejtuar Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Nëse shikojmë proces verbalet e këtyre seancave të raportimeve të Arben Krajës, Komisionin e Ligjeve, nuk shikojmë ndonjë shqetësim apo ndonjë detyrë ngritur nga ana juaj. Si e shpjegoni se sot ju vini me një katalog me shqetësime të drejta për ata peshkaqenët me 3 apo 4 vila? Faleminderit. Po faleminderit. Po është e vërtet, po SPAK-u tani në dorë bën 3 vjet. Edhe po të kemi parasysh dinamikën e hetimit penal, viti i parë sigurisht që nuk ka problematika sepse ishte institucioni në ngritje e sipër dhe hetimi do kohën e vet për të maturuar, sepse duhen mbledhur provat, duhen mbledhur faktet, sepse ne kërkojmë një drejtësi të themeluar mbi fakte dhe prova. Por ama nuk mund ta themi të njëjtën gjë sot. Sot që po bën gati 3 vjet dhe që ka dhjetra dosje të regjistruara si vepra penale nga SPAK-u, edhe për këtë 3 mujor, ka një mori veprash penale të regjistruara. Dhe sot ka një realitet tjetër. Flasim për një institucion të ngritur, që funksionon me kapacitet të plot, flasim për një institucion që ka në dispozicion byron kombëtare të hetimit si njësi e posaçme hetimore, e cila me 28 hetuesit e parë që janë në punë dhe pritet të kompletohet edhe me pjesën tjetër, ndaj sot jemi këtu, jo thjesht dhe vetëm për SPAK-un i nderuar. Jemi për të gjithë organin e ndjekjes penale, për prokurorinë, qoftë prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm, qoftë SPAK-un. Dhe me qenë se më jepet mundësia se nuk e thash pak më parë, ku është shqetësimi ynë. Përveç parashkrimit të afateve të ndjekjes penale, ju e dini se në Shqipëri ka një ligj antimafia për parandalimin dhe goditin e krimit organizuar, trafikimit, korupcionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë. Dhe referuar këtij ligji në nenin 3, deklarimi i re, fshehja e pasurive, mungesa e burimeve, pra 257 aja është objekt, është në fushën e zbatimit këtij ligji. Po edhe korupcioni i gjyqtarëve dhe të prokurorëve është në fushën e zbatimit këtij ligji. Çka do të thotë? Në momentin që fillon ndjekja penale o për deklarim trem o për korupcion, automatikisht në zbatim të këtij ligji fillon hetimi pasuror për veprën penale, pastrim i produkteve të veprës penale. Edhe kjo po mohohet sot. Dhe cili është shqetësimi? Po transformohen pasuri. Po i shesin, po i tjetërsojnë, po ja japin, po i kthejnë biznese. Pra, në fundit, korupcioni dhe krimi organizuar në të gjitha manualet
ndjekjes penale dhe të hetimit do duhet goditët në bazën e vetë, të pasuria. Dhe s'mund tjetë thjesht dhe vetëm një pushim nga puna. Kjo është ajo çka ne jemi sot. Shqetësimi jonë. Dhe jo, të jemi shumë të qartë, se mos krijojmë një devijim nga thelbi. Qëndrimi ynë publik nuk është i qëndrim as kundër SPAK-ut, as mos vlerësus për gjithçka që SPAK-u ka bërë deri tani. Ajo që ju pyesni është një tjetër argument në favorin tonë. Ne nuk e kemi mezi pritur drejtuesin e SPAK-ut në parlament që të fillojmë të i hidhemi në fyt. Përkundrazi. Dhe që të jem shumë i qartë, ne kemi shumë respekt për prokurorët e SPAK-ut dhe për drejtuesin e SPAK-ut. Sepse dim shumë mirë që nuk janë duke operuar në një teren të thjesht dhe e dim shumë mirë se çfarë mali me dosje kanë trashëguar nga e kaluara të krimeve të rënda, por ne besojmë shumë dhe unë jam i bindur për këtë që ky është kontribut. Është kontribut dhe është shumë e rëndësishme që SPAK-u të mos gjuaj me dinamit për cironka. Kjo ka shumë rëndësi. As të mos bëj KLSH-n apo inspektimin financiar të Ministrisë Financave, sepse janë institucione të ndara. SPAK-u nuk është KLSH-ja, që merret me historira që nuk kanë asnjë lidhje me funksionin dhe me misionin e SPAK-ut. SPAK-u është prokurori speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe duhet merret me të korruptuarit, jo me procedura, me korrupsion. Dhe këto nuk janë procedura, këtu procedurat i ka bërë Vettingu të gjitha, dhe në fund i kanë nxjerrë këtu janë gati këto të gjitha. Këto nuk kanë nevojë për shumë mund për t'i identifikuar si subjekte të SPAK-ut. Shumë e thjeshtë. Dhe unë mendoj që dhe prokurorët të cilët janë në detyrë dhe që nuk kanë vepruar dhe kanë lënë të parashkruan vepra të kësaj natyre, duhen marrë dhe duhen pyetur për këtë gjë. Pra, sistemi i ri i drejtësisë ka një qeverisje të vetën, ka 2 këshilla, ka një inspektor të lartë drejtësie. Duhet të funksionojnë dhe të kërkosh më shumë nga gjithë ky sistem, të cilin ne e kemi krijuar, e kemi mbështetur dhe e garantojmë, është detyrim. Nuk është ndërhyrje, është detyrim. Nkilita Mema, Vizion Plus. Zoti Kryeministër, pas deklaratave tuaj në Asamblenë Kombëtare në një reagim të kreut të SPAK, Erben Kraja, tha që hetimet nuk bëhen me deklarata politike, por bëhen me kallëzime penale. Ju si kryeministër, si kryesocialist, ndoshta edhe si qytetari thjesht, pse nuk i drejtoheni SPAK-ut për gjithë çështjet që ju shqetësojnë, që nga magjistratët që ju pretendoni që janë të korruptuar për faktin se janë përjashtuar nga Vettingu e deri te çështja e hetimit të ish-kryeministit Sali Berisha punon nga ata? Dgjoj. Edhe herë. Është këtë avokat Ngjela e quante lajthitje në objekt. Partitë politike që bëjnë kallëzime janë një deviacion i madh. Unë kam qenë gjithmonë kundër këtyre gjërave, edhe kur ne kemi qenë në opozit, kam qenë kundër në frym parti politike që merren me kallëzime. Është fundi. Nuk ndodh asnjë vend botës që partitë politike, botës demokratike të bëjnë kallëzime. Por edhe ne kemi bërë kallëzime. Edhe
Madje edhe sfundmi kryetari i grupit parlamentar, i cili ka qenë një ndër ata që kanë qenë në vijën e parë, me Erion Braçën dhe me tjerë në këtë drejtim, prap ka bërë kallëzim. Pra, nëse ne ndërtuam një prokurori speciale, ne nuk e ndërtuam prokurorin speciale që të dëgjojmë një histori, që dëgjonim, kemi dëgjuar gjithë jetën, ajo po shiko se s'kemi kallëzim. Shumë edhe kjo s'kemi kallëzim. Po shko në një vend të konsoliduar demokratik ku drejtësia është drejtësi, edhe shiko se ç'a ndodh pa kallëzim fare. Nëse një gazet apo një qytetar apo kush do qoftë nxjerr një fakt tronditës. Jo më çka kallëzimi duhet këtu për gjithë ta. Ulsi u kujtoi Bundestagun, është e vërtet. Që kur Bundestagu bënte ato pelimallëgjet politike për të mbështetur Partinë Demokratike ndjes past, që atëhere është shkruar aty dhe është dhe në raport dhe progresit dhe do ta kemi përpara, do na thonë ore, ç'a ndodhi me këtë vettingun? Ku vajten ata që dolën me 13 shtëpia? Këtu çfarë kallëzimi pret për këtë? Do bëjmë ne kallëzim? Do bëj Partia Socialiste apo do bëj qeveria? Kush do e bëjë kallëzim? Kush? Ka quar Ministri i Drejtësisë. Dhe çka ka quar? Ka quar rastin më skandaloz, unë e kam thënë publikisht, nuk shoh të ketë ndonjë veprim akoma. Ndërkohë që fëmijët e Tiranës presin të kenë teatrin e tyre. S'mund të vazhdojnë fëmijët e Tiranës me këtë teatr kukullash këtu, të vogël, që ka qenë i mjaftueshëm kur isha unë në moshën e Zaos. Presin një teatr të ri. Kemi bërë gjithë projektin, kemi gjetur gjithë financimin për të bërë një qendër fëmijësh të denjë për gjithë fëmijët tuaj, se një pjesë për ju këtu janë nëna, dhe ju e dini shumë mirë që problem e keni kur jeni pushim se ku do të çoni kalamajt. Dhe pronën na e ka marrë një gjykatëse. Pronën e shtetit tek Garda e Republikës. Kemi spostuar Gardën e Republikës për të ndërtuar një teatr fëmijësh, një qendër kulturore fëmijësh dhe një bibliotekë kombëtare, dhe pronën na e ka marrë një gjykatëse, e cila një vit më parë, kur i shkon kërkesa për të siguruar një pretendim të pronarit, i thot jo. Dhe një përpara sa ta shporte vettingu, na bën sigurim padije për teatrin e fëmijëve. Çfarë do Arben Kraja nga unë? Çfarë kërkon? Sot, kur këtë gjykatëse e ka këtu, e ka në listë këtu, me 462.000 euro të pa justifikuara, që janë vetëm ato që ka kap vettingu, dhe me një akt haptazit palishëm atje. Çfarë kërkon, çfarë kallëzimi kërkon nga unë? Dhe e përsëris, kam shumë respekt, dhe nuk e them kot, se nuk kam mosh unë për të bërë komplimentat kota. Kam shumë respekt për Arben Krajë, për drejtues në SPAK. Nuk kam, me të kam një njohje shumë sipërfaqshme personale, por kam shumë respekt si drejtues i SPAK-ut dhe kam respekt për punën që ka bërë SPAK-u deri tani, për atë pjesë punës që ka bërë dhe cila është puna për cilën kam respekt për SPAK-un. Goditet që ka bërë në oborrin e Partisë Socialiste, respekt. E them përsëri, respekt. Dhe
goditjet ndaj krimit organizuar. Respekt. Se ka dhe një pjesë tjetër SPAK-u që merret me krimin organizuar. Punë fantastike. Dhe jam i bindur që aty është hapur një rrugë që nëse unë kam një vrejtje aty për Arben Krahën është që nuk e kanë promovuar sa duhet atë punë. Po ju them unë që i di, dhe ne që i dim, fantastike. Sot është merita Arben Krahës dhe është merita e SPAK-ut që dyert tona të Shqipërisë në Hollandë janë të hapura si rezultati i bashkëpunimi fantastik. Nuk i kush i pranonte në Hollandë prokurorët e dikush. Ishin neveria e atij shteti atje. Mi po, sigurisht që bien mbi ne këto, se nuk bien mbi ne. Kështu që thënë të gjitha këto, i them Arben Krahës, çfarë kërkon nga unë? Çfarë kallëzimi do nga unë? Pse duhet vinë kallëzimi nga partitë politike? Për çfarë? Aq më tepër nga një parti politike në pushtet. Kallëzimet shkojnë nga njësia antikorrupsion dhe të shkojnë tjera dhe shumë shpejt do të keni kallëzime edhe për figura të Partisë Socialiste nga njësia antikorrupsion. Dhe do ta shikoni. Do të keni kallëzime atje, në SPAK. Për kryetar bashkie të Partisë Socialiste, që kanë turpruar Partinë Socialiste, dhe që duhet t'i kishte kapur më përpara drejtësia. Po ne bëjmë punën tonë, njësia antikorrupsion bën punën e vet, njësia antikorrupsion nuk bën punë SPAK-ut. S'kam kallëzime, si s'ke kallëzime? Po çfarë kallëzimi duhet pse do të bëj unë kallëzim, për çfarë kallëzimi do të bëjmë ne? Nuk na shkon, nuk ka kuptim, nuk ka sens. Bëjmë ne kallëzim për non grata. Çfarë kallëzim bëjmë ne? Ajo është gjë e parë, ka dalë një akuzë që është më e rëndë se akuza e çdo gjykate në Shtetet Bashkuara. Dhe ndërkohë është bërë një vorbull e madhe diskutime dhe dalin lloj-lloj analistash, lloj-lloj opinionistësh, lloj komentatorësh e marrin në përgojë ambasadën amerikane, ambasadorën amerikane, sekretarin e shtetit, dregjin e të birin, sikur Amerika është klubi i qimisyrit.net. Jemi vetë apo jo? Edhe do kallëzim, çka kallëzim? Ta marrin për ta hetojnë. Është s'është. Unë s'kam folur për këtë çështje dhe s'kam më mend të flas për këtë çështje. Por këto janë ca gjëra që çka kërkoni nga ne? Çka kallëzimi? Bëjmë ne kallëzime. Pse punojmë ne? Njësia antikorrupsion bën kallëzime për në kuadër veprimtarisë vet që kontrollon veprimtarinë e institucioneve të ekzekutivit dhe lidhur me ekzekutivin. Nuk mund të bëjmë ne kallëzim për politikanët kundërshtar. Çfarë më kuptimi? Parti politike që bëjnë kallëzime, e kupton apo? I kemi bërë dhe ne në të kaluarën dhe unë kam qenë gjithmonë kundër këtyre. Në parim, po s'ke çfarë bën? Kur nuk ka drejtësi, do t'i bësh. Po sot që kemi një sistem të ri drejtësie, çfarë do bëjmë? Do i çojmë kallëzime, ke dera atje të bëjmë. S'është kjo fare puna jo. Më vjen keq. Zoti Kryeministër, është e vërtetë ajo që thoni ju që një parti politike për më tepër mazhoranca nuk mund të bëjë kallëzimin e SPAK, po ashtu edhe ajo që tha zoti ministër, kodi i procedurës penale përcakton shumë qartë që institucionet e drejtësisë nisin hetimet kryesisht. Por përse nuk keni vendosur në ligjin organik, qoftë vetlingut ose të SPAK-ut, në momentin e miratimit të ligjeve, detyrimin për hetimet nga SPAK-u të këtyre subjekteve? Dëgjoj tani. Edhe herë. Këtu është çështje prioritetesh, këtu nuk ka lidhje me këto. SPAK-u e di shumë mirë punën vet, nuk jemi ne që do t'i mësojmë punën, aq më tepër nuk vjen, s'kemi ç'a vëm listë detyrimi është aty. SPAK-u është prokurori speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, e kanë mballë. Dhe korrupsioni, dakor, ka shkallë. Ka shkallë. Nuk jam unë kundër që një polic që ndalon një makinë për 10.000 lekësh të hetohet. Po jam kundër, jam shumë kundër që
kjo të kthehet në punën kryesore. Thash, duhet vendosur kuret e tjerë të themelit. SPAK-u e vendos një gur shumë të rëndësishëm themeli duke goditur në oborrin e Partisë Socialiste, në oborrin e Partisë Pushtet. Respekt. Dhe sa herë do ta bëjnë, asnjëherë nuk do kenë komente nga ne. Na pëlqen, s'na pëlqen. S'ka pikërtësi. Kjo është për historinë, kjo nuk është për as për sot, as për zgjedhjet e ardhshme, as për qeverinë aktuale, as për mua. Kjo është për historinë. Por duhet të jetë 360 gradë. 360 gradë. Dhe këtu ka diçka që nuk shkon. Dhe ne këtë po ndajmë edhe me publikun. Ky s'është presion mbi SPAK-un. SPAK-u nuk varet nga ne, bën çfarë do. I dëgjon, si dëgjon, i konsideron, si konsideron, s'ka nevojë amati as ka përgjigje. Por është ndarje e këtij shqetësimi me publikun, që publiku ta di ku qëndrojmë ne në këtë pikë. Se njerëzit mbas kësaj nuk do thonë më që ja, se kjo është lojë e shitur, se këta janë të gjithë bashkë, se këta mbrojnë njëri tjetrin, se kjo bëhet për të mbrojtur këtë, për të mbrojtur atë, që ky pastaj të mbrojë atë, s'ka lidhje fare. Fare. Po. Verina Gjoka, Qendra Bir. Zote Kryeministër, ju drejtoni Komitetin e Investimeve Strategjike. Gjatë vitit 2021, nga 17 vendime që ka dhënë ky komitet, 4 janë në pranë zonave të mbrojtura ose të monumenteve të mbrojtura të natyrës, ose brenda parkut natyror të mbrojtur të Butrintit. Në këto vendime janë dhënë në kundërshtim me rekomandimet që u ka sjellë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Mjedisit, e zonave të mbrojtura dhe me kritika dhe shqetësimet që kanë ambientalistët. A do ketë një reflektim në vazhdim në vendimet e tjera që do marrë komiteti për mbrojtjen e këtyre pasurive kombëtare? Ata që duhet reflektojnë një ju, sepse të gabosh është njerëzore, të insistosh në gabim është djallëzore. Ju e keni marrë përgjigjen që konstatimet tuaja janë të pavërteta, dhe ju vazhdoni e bëni këtu pyetjen live. Mbasi keni marrë përgjigje me shkrim nga drejtori, nga agjencia që është ngritur për këtë qëllim, që t'ju shërbej juve në kohë reale dhe t'ju japi shpjegime. Në përgjigjet që na ka sjellë AKZM-ja. Konstatimet tuaja janë të gabuara dhe ju keni marrë përgjigje me shkrim. Se nuk mjafton të lexojmë të dytë njëjtin tekst. Duhet të dim çfarë po lexojmë dhe duhet kemi një kuptim të njëjtë për tekstin që lexojmë. Konstatimet tuaja janë gabuara. Jeshtë gabuara. Kështu i lexoni me vëmendje përgjigjen që u është dhënë nga agjencia me shpejtësi dhe në respektin e punës tuaj dhe mos persistoni në gabimin tuaj, sepse kjo është djallëzore, thot fjala e urtë. Sigurisht ky është sugjerimi im, ju jeni të lirë të bëni atë që doni, siç keni bërë dhe herë tjera, është puna juaj. Dhe me qëra fjala, duke qenë se përsëri nga drejtori i komunikimit e kam marrë këtë, shumë shpejt do t'ju ftojmë në inaugurimin e tunelit poshtë, që sipas jush nuk hynte në prioritetet e Shqipërisë dhe që nuk do hapej kurrë. Shumë shpejt në punë javësh para sezonit jeni të ftuar të vini ta kaloni tunelin e Skërficës. Zoti Kryeministër, ju thoni që s'po i bëjmë presion SPAK-ut në deklaratat tuaja, po kjo pakënaqësi ndaj kësaj prokurorie vjen një moment ku SPAK-u po heton një çështje të incineratorëve ku janë përfshirë zyrtar si të pushtetit vendor ashtu të pushtetit qendror të kësaj mazhorance socialiste. Dhe duke marrë shkas nga deklarata juaj në asamble që thatë po na soset durimi. Nëse i soset durimi të kryeministit Rama dhe Partisë Socialiste, çfarë ndodh me drejtësinë? E para një herë, faleminderit shumë për pyetjen, sepse kam dëgjuar që ka dhe ca që thonë që Rama po e bën këtë se ka hall se po mbron. Megjithëse u bëra shumë vite që më keni
mes jush, s'më keni njohur akoma, më vjen keq. Unë nuk mbroj askënd nga ndëshkimi për punë të këqija që cili do mund të bëj pas shpinës time. Dhe çdo kujt që jap një detyrë, i them detyrën ta dhash, do ta mbash vetë. Për çdo gjë që ka të bëjë me detyrën, unë jam mbështetja dhe mburoja jote. Për çdo rast kur ti gabimisht do përdorësh detyrën për të bërë punët e tua, po të kapën, do shkosh të marrësh avokat. Nëse unë vetë nuk. Kështu që s'ka lidhje fare. Çfarë lidhje mund të ketë kjo që me gjithë Spaku po jeton? Unë po them e vetmja gjë realisht kuptim plot që Spaku ka bërë është ajo. Dhe unë thash respekt, çfarë duhet të them tjetër. Dhe nëse ka akoma ujin e zitja nxjerrin të tërin. Për mua kanë rëndësi veprat janë aty. Veprat vazhdojnë punën. Tani janë disa probleme teknike të transferimit pronës. Impianti, se u vazhdoni i thoni incenerator, ata nuk janë incenerator në fakt. Impianti në Elbasan është i shtetit, do punoj për qytetarët e Elbasanit, të gjithë qarkut e Elbasanit, është pronë e bashkisë. Fillon edhe prodhimin e energjisë. Impianti i Fierit ka i proces pak më të ndërlikuar për shkak të disa afateve, po sidoqoftë pronë e shtetit. Tirana vazhdon është e pastër. Një nga karakteristikat e grupit të inspektimit UEFA-s në përcaktimin e Tiranës si vendi finales është pastërtia, sa për djeni, dhe ata nuk vinin nga Kamza, e Xhelal Mziut, ata vinin nga Zvicra. Dhe pastërtia e Tiranës ishte një nga pikat. Se natyrisht nuk mund të bëjnë finale në një qytet që është i papastër. Dhe sigurisht që këto janë gjërat vogla për ju, se juve merrni me gjëra më të mëdha, po thjesht me që jemi këtu dhe me që unë merrem me gjërat vogla siç është pastërtia për shembull, po jo them këtë me kënaqësi më të madhe. Kështu që nuk ka asnjë lidhje kjo, përkundrazi. Nëse Spaku do kishte bërë as atë, atëherë ne do ishim realisht në pamundësi për të thënë që Spaku ka bërë sukses. Spaku ka bërë sukses, është fakt. Po nëse do kishte bërë as atë, çfarë do kishte bërë? Do kishte kapur arkën me peshk, apo do kishte kapur policin që mori 10.000 lekë. Do ishte shumë pak. Zoti kryeministër, kush janë kryebashkiakët që ju do çoni përpara Spakut, pasi edhe në asamble foli pikërisht dhe duke marrë shkallë nga papastërtia për në disa qytete ku kryebashkiakët kishin bërë detyrën. Po kemi arrit akoma në kohën kur do të çojmë njerëz në Spak për pastrimin, se ja u thash, siç unë nuk mendoj që kemi arrit në kohën kur do të fusim kur do të dënojmë Bojken Lagor me burg për 2 dritare. Dhe ndërkohë ky figura këtu me vil të ndërtuar pale në tokën e tjetrit, duke qenë njeri i drejtësisë, akoma nuk është mbrapa hekurave ky këtu. Kështu që është çik si disbalancë e madhe. Por këtë e di njësia antikorrupsion, janë dy çështje të cilat po hetohen nga njësia antikorrupsion. Dhe nëse ndiqni njësinë antikorrupsion dhe nëse ndiqni gjitha çfarë ka bërë deri më tani, do kuptoni që edhe herë tjetër ne nuk jemi tjetër themi e tjetër bëjmë, po bëjmë ato që themi dhe themi ato që bëjmë, se po të ishim se mbronim njerëzit, nuk do ishim duke rritur nivelin e goditjeve nga brenda për t'i çuar te Spaku ne. Po ne nuk mund të bëjmë kallëzime për kundërshtar. Qeveria. S'është puna jonë. As të bëjmë kallëzime ne për t'i kujtuar Spakut, se të bësh kallëzim për këta këtu është t'i kujtosh Spakut çfarë detyrë ka. Spaku e di detyrë.
Ne do të çojmë kallëzime për njerëzit brenda vathës. Aty do ta ndihmojmë SPAK-un. Kështu që teoria që ne unë po bëj këtë se duhet mbroj në njërin është absurde komplet. Është çmenduri. Në fakt është e kuptueshme. Unë kam këtë praktik tani më të konsoliduar me veten time dhe ja u sugjeroj dhe juve. Kur dikush ju thot diçka, që juve s'ju ka shkuar mend, keni kujdes nga ai ose ajo sepse do ja u bënte po të ishte në vendin tuaj. Nuk ka nevojë t'ja u bëj. Thjesht po ja u tha që shiko se ti po ma bën këtë për këtë dhe ty s'ka shkuar mend, dije se ty do ta bëj, prandaj bëj kujdes, mos e mba afër atë njeri. Zoti Kryeministër, ju kërkuat hetimin e Gërdecit, hetimin e 21 janarit, po për hetimin e dosjes 187-339. Çajnë këto? Unë s'ti dosje me numra, unë nuk jam magazinier. Për çështje zgjedhore dhe përgjime që kanë dalë ku Partia Socialiste është e inkriminuar në vjedhjen e votave, do inkurajoni drejtësinë të hetoj këto çështje? Pyetja e parë. Partinë Socialiste e keni inkriminuar ju, po, do në kuptimin me komentet tuaja, ndërkohë që thash, më përpara, të gabosh është njerëzore, të insistosh nga bim është djallëzore. Ato çështje janë hetuar, dhe për ato çështje ka njerëz sot që janë burg. Sot që flasim. Po, ka njerëz që janë burg. Janë hetuar. Tani çfarë kërkoni ju? Kërkoni që të dalin si që juve imagjinonit, po nuk janë ashtu dhe s'kan si dalin ashtu. Kështu që unë nuk kam që i kërkoj në këtë rast askujt, po ju në qofse keni fakte, kallëzimin edhe quani SPAK. SPAK-u është aty, merë kallëzimin e gjithë. Pyetja dytë ka të bëjë me një deklaratë ish kryeministrit Berisha në kuvend ditën e hënë ku ju akuzon ju, ish kryeministri Berisha, ku ju akuzon ju se keni bërë presion ndaj kryetarit të KMSH-s në mënyrë që të jap dorëheqjen me kërkesë të Erdoganit. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Lërin të vdekurit, varrosin të vdekurit, këtë koment kam unë, është porosi e Jezu Krishtit. Lërin të vdekurit, varrosin të vdekurit, thot Jezu Krishti. Zoti Rama, Ardit Hoxha Euronews, nëse marrim parasysh deklaratët tuaja të paktën 2 javëve të fundit që nga Kongresi i Partisë Socialiste, por edhe në Asamble, ato ngjasojnë shumë me deklaratat tuaja të viteve 2014-2015 para se të miratoj reforma në drejtësi. Çfarë ka ndodhur që ju jeni duke folur kundrejt drejtësisë me të njëjtën fjalor të 2015-s duke rikthyer në 2022-shin? Në shkuptim ngjasojnë shumë. Akuzat tuaja që ju i drejtoni Ti më thuaj një akuzë. Që nuk po vepron. Kjo s'është akuzë, kjo është fakt. Po çfarë ka ndodhur? Unë për drejtësinë e vet unë s'kam thënë nuk po vepron. Unë kam thënë po masakron dynjan. Kështu që një nga rreziqet më të mëdha që i kërcënohen shoqërisë njerëzore në epokën e internetit është humbja e lidhjeve me gjuhën. Edhe një nga rreziqet që kërcënojnë Shqipërinë është humbja e shumë territoreve të gjuhës amtare. Dhe këtë e shoh si problemin kryesor për rinin, edhe kjo është një gjë që ndihet shumë kur komunikoj me ju. Greta Bullari, MC në televizion. Zoti Kryeministër, ju kërkuate që SPAK të hetoj dhe presidentin aktual, zotin Meta. Kur e kuptua, zoti Kryeministër, që Ilir Meta duhet të dalë para drejtësisë, gjatë kohës që bashkëqeveriste me ju, apo pasi e votuat për president? Faleminderit. E kam dëgjuar edhe këtë teori. Unë nuk kam kërkuar të dalë para drejtësisë askush, unë kam kërkuar të hetohen personat që një Shqipëri e tërë kërkon që të hetohen, për të kuptuar, për të mësuar të vërtetën. Pjesa më e madhe popullit shqiptar ndërkohë mendon edhe që duhet dënohen. Dhe këtë mund ta konstatoni lehtësisht. Kurse unë nuk e them këtë. Kjo nuk është puna ime, unë nuk jam as prokuror, as gjykatës. Por unë te këto që kam thënë në këto 2 apo 3 dalje, nuk janë as për ju, nuk janë as për kundërshtarët, nuk janë as për anglo-amerikanët, këto janë për popullin shqiptar që ta di se ku qëndroj unë. Se erdhi një moment që realisht
po e ndjeja dhe po e konstatoja nga të gjitha komunikimet me njerëzit dhe nga të gjitha adresimet e njerëzve në rrjetet e mia sociale që po konturohesha në sytë të tyre si kolaboracionist. Unë nuk jam kolaboracionist i askujt dhe me askënd. Unë jam thjesht përfaqësuesi besnik i atyre shqiptarëve që më kanë dhënë votën. Kaq. Pastaj këto dokrat e hinit kur thoshte atë gjë që fishta. Nuk janë për këtë konferencë. Mund të diskutojmë herë tjetër. Zoti Kryeministër Klevin Muka, a dy sjenen